Përshëndetje shikues të faqes Shkodra Zone. Sot në një ekspozitë pikture kam filmuar një pjesë të Modest Mussorgskit, Promenaden, Pictures at an Exhibition. Mussorgski ishte një kompozitor rus, një nga grupi i njohur i pezëm. Ai ishte një inovator i muzikës ruse në periudhën romantike dhe u përpoq të arrinte një identitet muzikor unik rus, shpesh në kundërshtim të qëllimshëm me traditat e themeluara të muzikës perëndimore. Shumë nga veprat e Mussorgskit frymëzuan nga historia ruse, folklori rus dhe tema të tjera kombëtare. Vepra të tilla përfshin operën Boris Godunov, poemën orkestrale Night on Bald Mountain, Nata në malin e zhveshur, dhe suitën për piano Pictures at an Exhibition. Pikturat në një ekspozitë. Për shumë vite, veprat e Mussorgskit njiheshin kryesisht në versione të rishikuara ose të përfunduara nga kompozitorë të tjerë. Është shumë i rëndësishëm grupi i pezëve të muzikës ruse. Ato janë një grup i cili kanë lënë një muzikë të madhe, të cilët janë Mili Balakirev, Aleksandr Borodin, Cezar Kui, Modest Mussorgski dhe Nikolaj Rimski-Korsakov. Në këtë kontekst, pavarësisht se kërkonin të runin traditën dhe folklorin, e gjithë muzika atyre dhe e Mussorgskit mbështeti në ndikimin nga muzikat koncertale evropiane. Ata studiuan partiturat edhe grupi të Mozartit, Beethovenit, Schubertit, Schumannit, Chopinit, Lisztit dhe Berliozit. Kjo në këtë kontekst ishte dhe krijimi i këtij grupi i cili pati një rol të rëndësishëm për muzikën ruse dhe për muzikën botërore, natyrisht për instrumente të saktuara, që është një muzikë e cila ka domethënie të mëdha dhe prandaj i çon kohës. Faleminderit.